Këngëtari Luiz Zelli është mjaft i dashur për publikun shqiptar. Hyrja e tij në shtëpinë më të famshme ishte një sukses më vete. Së fundmi, Luiz Zelli ka trishtuar pak fansat e tij. Ai ka njoftuar se ka ndëruar jetë miku i tij. Sot u trishtova pa mas kur mora lajmin për ndarjen nga jeta të Ervin Hotit. Ervini nuk ishte vetëm një operator, por një mik i rrugëtimit tim artistik. Ai ka qenë aty që në hapat e parë të ethet e së premtes mbrëma, në festivalet e RTSH, në koncerte dhe intervista, duke fiksuar me karrierën e tij kujtimet mbeten të gjalla edhe sot. I qetë, i përkushtuar dhe gjithmonë me buzëqeshje, shkroi Luiz Zelli në profilin e tij në Instagram, duke shprehur ngushëllime për familjen e të ndirit. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Luiz Zelli është mjaft i angazhuar në projektet e tij muzikore, por jo vetëm.